Futbollisti e Vllaznisë Herta Hasa është autori i golit të fitores ndaj Tiranës U17. Takimi i cili mbyll me rezultat 1-0 për Vllaznin. Herta urime për golin e shënuar. Faleminderit. Në fakt ishte një penalti që vendosi fatin e takimit. E kënaqur se e realizoi me sukses. Shumë e kënaqur edhe prej punës profes dhe stërvitjes të shumtë që bëjmë, ishte shumë kënaqësi që realizova, që isha autori e golit dhe e fitores. Një ndeshje që pati shumë rivalitet gjatë gjithë të takimit, edhe pse përsia e ju ishte e madhe, vetëm me penalti u zgjill. Mendoni se ishte fitore e merituar? Fitoria ishte e merituar, pavarësisht se kishte rivalitete shumë në fushën e lojës, por që besoj që e meritume. Një fitore e cila mban Vllaznin në vendin e parë të klasifikimit, edhe pse jeni me 2 ndeshje më pak, besoni që do ta mbani deri në fund të kursim për të shpallur kampion? Po, ne gjithmonë futen në fushën e lojës që me pretendu fitoren dhe besoj që kena me marrë edhe si mjet këtë kampionat. Herta Hasa, krahas aktivizimit me ekipin U17, luan edhe me ekipin e parë, të drejtuar nga trajneri Nikolin Leka, ndërkohë që tashmë tek U17 jeni me trajnerin Paulo Ajaku. Pra mes dy ekipeve, si ndjeni veten? Ku ndjeni veten më mirë, te ekipi i parë apo te ekipi i tretë? Me të thënë drejtën, më mirë ndij vetin te ekipi i parë se aty ka mosha më të mëdha dhe stërvitna për më shumë dhe mëson më shumë prej tyne. Dhe jam shumë i kënaqur që dhe aktivizohem te ekipi i parë dhe mësoj shumë prej tyne. Dhe ky gol i cili përgjithsisht duket është i 10-i në këtë kampionat, është një motiv më tepër për ju që në aspektin individual të vazhdoni përsëri me Është një motiv shumë i fortë dhe besoj që ndërmjet kampionatit ka më shumë gola të tjerë. Në ekipin e parë, tek reparti i sulmit, ka një konkurrencë madhe, janë emra me shumë peshë, si Meki Doçi, përdijuar me Borçin e me të tjera. Si ju duket konkurenca? Ju trem? Konkurenca na trem, normal se janë lojtarë me më shumë përvojë në fushën e lojës, por që besoj që me punën do vazhdoj edhe unë të jem në vendin e tyne. Ky ishte goli i 10 në kampionat për Herta Hasën deri në fund të kampionatit, deri ku mund të shkojë shifra e përgjithshme? Mund të shkojë deri në 20, kam qef që me pretendu edhe për më shumë, por e lumtur ndër për i kaq gola sa kam marrë deri tash. Urime për golin e sotëm dhe sukses në vazhdimsi. Faleminderit.